është nevojë e kahmëtshme edhe kërkesë e popullit, qytetarëve, banorëve kësaj lagje këtu. Është lagja më e madhe e Kamenicës. Kjo është kati i dytë faktikisht i xhamisë. Po alhamdulillah populli jonë njihet si popull solidar, si popull bamirës, edhe gjithë secili që dëshiron me kontribue, dera është e hapur. Tash, alhamdulillah, me lejen e Zotit, kemi arrit që po shihet me punime deri këtu. Atë kemi nisë në qershor vitit kaluar, edhe kemi arrit deri këtu, vetë kontribut të popullit. Po alhamdulillah, populli jonë njihet si popull solidar, si popull bamirës. Deri tash punë ka shkuar shumë mirë, alhamdulillah. Mirë po, prap kemi nevojë ende për mbështetje financiare, për shkak se punët që kanë më bën vazhdim kanë një kosto goxha të madhe. Ka mbetë për shembull lyrja e xhamisë, tashti montimi i dyrëve të deritarëve, edhe tepijat e xhamisë. Gjithçka këto çka vijnë pas punimeve të vrashta. Dikush me material, dikush me mjeshtë, po shumica, pjesa dërmuese është me para. Atë kontribuojmë përmes bankës, sepse kemi edhe gjirollogarin e hapur, edhe përmes individëve e kështu me radhë. Toka është e dhuruar nga një bamirës i kësaj lagjeje këtu, i cili jeton në Zvicër, familje shumë fetare dhe nderuar, cila interesimin për me dhuru këtë tokë ka pas qysh mëte. Mirë po, erdhi dita që të kalon në pronësitë pas islame, pastaj fillojnë punimin ngadalë, edhe Allahu është përbleft ata dhe gjithë secilin që ka kontribuar, edhe gjithë secili që dëshiron me kontribue, dera është e hapur. Krejt varet nga fondi, nëse për shembull shkon punë mirë, me funde, me punime kështu me radhë. Në këtë vit, ndoshta në vjeshtën e këtij vitit mund të bëhet hapja. Po gjithçka varet prej fondeve, prej financimeve që rrjedhin edhe vijnë. Kjo pjesa këtu ka me qenë abdeshanët, kati të parë, pastaj ky korridori këtu është hymja e xhamisë. Kjo parashihet me qenë zyre për imam. Kjo zyra e imamit. Kjo është klasa e mësimit. Të më parashihet klasë së besimit për fëmijë. Po edhe për mosha tjetër. Fëmijë që mësojnë nuk e xhami, kjo është klasa për që kanë thënë dedikim për ta. Kjo është kati i dytë faktikisht i xhamisë. Këtu ka në xhamia. Kjo pjesa këtu. Sa është kvadratura apo metër katror i kësaj xhamie? 205 metra katror. Përgjithësim femror është kati për rreth. Është një pjesë, është një sallë, parashihet vetëm për to. Edhe kanë abdeshanët e veç, të vetat, edhe për më falë kanë. Sa minore kemi pas? Një. Po, vetëm një. Kjo është hyrja tjetër e xhamisë, që parashihet për femrat. Po. Këtu i kanë banjët e veta, këtu i kanë edhe vende për më falë. Është ndonë gjithçka. Po, gjithçka është ndonë.